Vazhdojnë debatet për rritjen e pagës minimale. Kryeministri propozon rritje prej 40% për vitet e ardhshme. LSM këmbgul që pagat të rriten menjëherë. Safe City nesër nis me gjoba në Shkup, Tetov dhe Kumanov. Ministria e Punës Brendshme u bën apel qytetarëve për kujdes. Qindra qytetarë protestuan sot para qeverisë, parlamentit dhe ministrisë së mjedisit kundër fabrikës së Çimentos Usje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës shpalli rezultatet përfundimtare. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku dha dorëheqje për shkak të rezultateve. Të nderuar shikues, përshëndetje. Rritja pagës minimale në 600 euro ka ngjallur debate të forta mes sindikatave, qeverisë dhe opozitës. Kryeministri Mickovski propozon një rritje prej 40% për 2 vitet e ardhshme, duke akuzuar sindikatën për ndikime politike. Nga LSDM edhe sot deklaruan se pagat e punonjësve duhet rriten menjëherë. Ata nuk pranojnë propozimin e qeverisë që pagat rritet për 2 ose 4 vitet e ardhshme, duke vlerësuar se ky propozim nuk përshtatet me situatën reale ekonomike. Rritja e pagës minimale në 600 euro është një nga temat më të nxehta për të cilat po flitet kohët e fundit. Përveç sindikatave, në luftë tematike ky problem i ka përfshirë edhe pushtetin dhe opozitën. Kryeministri Hristian Mickovski edhe njëherë përsëriti qendrimin se qeveria është e gatshme të nënshkruajë marrëveshje me sindikatat për rritje të pagës minimale, e cila sipas llogaritjeve të pushtetit për 2 vitet e ardhshme do të jetë 40% më e lartë se paga aktuale. Ai mes tjerash i ka akuzuar sindikatat se janë në ndikim të partive politike. Najprve sakam da kažem дека ова Oferta është në tavolinë. Nëse sindikatët ose përfaqësues të punësuarve pajtohen, ne jemi gati që nga nesër të pranojmë. Me fjalë të tjera, për 2 vite e 2 muaj nga sot, punonjësit në administratën shtetërore do të kenë maksimum 40% të ardhura më të larta se kanë aktualisht. Ky është propozimi ynë. Është në tavolinë, u mbetet përfaqësuesve dhe sindikatave të tejkalojnë dhe t'i lënë anash ndikimet politike dhe në interes të punonjësve dhe administratorëve të nënshkruajnë këtë. Mickovski tha se nuk e ka parë propozimin e dorëzuar nga LSDM-ja, e cila përmes propozim ligjit në kuvent kërkon rritje të menjëhershme të rrogës minimale në 600 euro. Partia opozitare edhe sot ka deklaruar se rrogat e punonjësve duhet të rriten sa më parë. Ata nuk i pranojnë projeksionet e qeverisë që rroga të rritet për 2 ose 4 vite të ardhshme, duke vlerësuar se ky propozim nuk përshtatet me situatën reale ekonomike. Punonjësit nuk kanë nevojë për justifikime dhe premtime për vitin 2028. Rrogat duhet rriten tani, sepse paratë nuk u mjaftojnë dhe me këto të ardhura nuk mund të mbulojnë shpenzimet mujore. Punonjësit po luftojnë për një copë bukë dhe nuk mund të presin vitin 2028. Kujtojmë se ditë më parë, sindikatat dhe punonjësit protestuan për rritje të pagës minimale. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë nga fillimi i javës ka paralajmëruar bllokada të reja, duke filluar nga Kuvendi, i cili sipas tyre është fajtor kryesor që nuk rriten pagat e punonjësve. Për ta, oferta e qeverisë për rritje të pagës është e papranueshme. Thonë se rroga minimale duhet të rritet menjëherë në 600 euro dhe me të nivelizohen edhe pagat e tjera. Projekti Qyteti Sigurt apo Safe City nesër do të fillojë zbatimin e plot në 3 qytetet e Maqedonisë Veriut, Shkup, Kumanov, Tetov, si dhe në korridorin 8 dhe 10. Në këtë projekt fillimisht janë përfshirë parkimi pa rregull, tejkalimi i shpejtësisë, kalimi në semafor të kuq dhe ngasja e veturave pa regjistrim. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se nga nesër, më 1 shkurt 2026, fillon funksionimi i sistemit Qyteti i Sigurt, i cili do të zbatohet në territorin e qyteteve Shkup, Kumanov dhe Tetov, si dhe në korridoret 8 dhe 10. Me vënien në funksion të këtij sistemi, sipas tyre, do të fillojë edhe sanksionimi automatik i shkeljeve në komunikacion të evidentuara nga kamerat e vendosura në pikat kritike të trafikut. Në fazën e parë, sistemi do të detektojë 4 lloje shkeljesh. Министерството за внатрешни работи ги известува. Në fazën e parë, sistemi do të detektojë 4 lloje shkeljesh: parkim të parregullt, tejkalim të shpejtësisë lejuar, kalim në semafor të kuq, si dhe drejtim të automjetit me afat të skaduar të lesë qarkullimit.
Sistemi Qytet i Sigurt përfaqëson një investim të rëndësishëm në sigurinë rrugore, me qëllim rritjen e disiplinës në trafik, uljen e aksidenteve dhe mbrojtjen e jetëve të qytetarëve. Sipas njoftimeve të MPB-s, sanksionet më të ashpra do të vendosen për kalimin e semaforit të kuq, të cilat do të rezultojnë në një gjop prej 250 eurosh dhe heqjen e patent shoferit për një periudhë prej 3 deri në 12 muaj. Për te kalimin e shpejtësisë së lejuar, gjobat do të variojnë nga 15 deri në 300 euro, varësisht nga shkalla e shkeljes. Vijon ndalimi dhe parkimi i paligjshëm, i cili do të ndëshkohet me gjoba prej 25 deri në 180 euro. Ndërsa drejtimi i një automjeti të paregjistruar do të kushtojë midis 100 dhe 500 euro. Ministria e Punëve të Brendshme kujton se gjobat mund të ulen me 50% nëse paguhen brenda 8 ditëve. Kryetari i Aleancës për shqiptarët Arben Talavari ka ngritur alarmin përmes një reagimi në rrjetet sociale, duke akuzuar zëvendës kryeministin Ivan Stojković se po bën përndjekje ndaj shqiptarëve. Sipas Talavarit, Stojković njihet për lidhjet e tij të drejtpërdrejta me shërbime sekrete serbe, të cilat, siç thot ai, po përdoren për veprime të hapura kundër shqiptarëve. Talavari thekson se kjo përndjekje po bëhet në mënyrë publike. Ai quan këtë një alarm të kuq. Zëvendës kryeministi aktual i shtetit, zotri Stojković, është një njeri i cili ka lidhje drejtpërdrejta me shërbime sekrete serbe dhe po i njëjti po përndjek shqiptarët haptazi dhe qartazi. A është normale? Ky është alarmi kuq, ka shkruar Talavari. Kryeministri Kristian Mickoski deklaroi se vendi do të përmbush gjitha obligimet për të përshpejtuar integrimin në Bashkimin Evropian, duke akuzuar qeverinë e kaluar LSDM-BDI se e ka komplikuar procesin duke cënuar interesat shtetërore. Ai tha se qeveria është e hapur për dialog dhe se anulimi i marrëveshjes së Prespës nuk është i thjeshtë në aspektin juridik ndërkombëtar. Ndonse ditë më parë, tha se Gjersa është kryeministër nuk do të ketë ndryshime kushtetuese. Kryeministri Kristian Mickoski sot deklaroi se vendi do të punojë dhe do të përmbushë të gjitha obligimet për të përfunduar sa më parë procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Duke folur për këtë proces, Mickoski akuzoi qeverinë LSDM-BDI për shitje të gjitha interesave shtetërore të ndërtuara ndër vite dhe thotë se tani është shumë e vështirë. Qëndrimi i qeverisë është se duhet të punojmë dhe të bëjmë gjithçka që është e nevojshme që të përmbushim qëllimin ton strategjik, dhe ai është anëtarësimi i plot në Bashkimin Evropian. Nuk do të jetë lehtë sepse qeveria e kaluar bëri një komplikim të tillë me procesin e eurointegrimeve, duke shitur të gjitha pozicionet e krijuara ndër vite. Tha se janë të hapur për dialog me gjithkënd. Kryeministri po ashtu foli edhe për anulimin eventual të marrëveshjes së Prespës, të cilën e kishte premtuar në fushatën zgjedhore. LSDM tashmë ja rikujton premtimet dhe kërkon që të veprojë. Tani dëgjoj fjalët e tyre duke thënë që të anulojmë dhe prishim marrëveshjen, sikur ajo të jetë aq e thjeshtë në të drejtën ndërkombëtare dhe mes raporteve ndërfaqësore. Ata kanë nënshkruar dhe ne në mënyrë aq të thjeshtë ta prishim, thonë diçka duke aluduar se e kemi thënë ne. Unë i kuptoj, por nuk mund t'i arsyetoj. Kujtojmë se procesi i integrimit evropian aktualisht është i bllokuar për shkak të ndryshimeve kushtetuese që qeveria duhet t'i bëjë për përfshirjen e komunitetit bullgar në kushtetutë. Kryeministri ka deklaruar se këto ndryshime nuk do të realizohen pa garanci se kjo është kërkesa e fundit në këtë proces dhe pa sigurimin e të drejtave të komunitetit maqedonas në Bullgari. Hetuesit policor nga drejtoria për hetimin e trafikimit me narkotik, njësia Ferizaj në bashkëpunim me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë dhe njësitë policore të trafikut, kanë ndaluar të premten rreth orës 20:30 një vetur me targat Maqedonisë Veriut në autostradën Dogana i Kaçanik në ndyshimin për trafikim të lëndëve narkotike. Gjatë kontrollit të automjetit në cilin ndodheshin 2 persona meshkuj, shtetas të Maqedonisë Veriut, policia ka sekuestruar 20 paketime me substancë të dyshuar narkotike të llojit marihuan me pesh 6.4 kg, si dhe 6 paketime me substancë të dyshuar të llojit heroin me pesh 3.2 kg. Po ashtu janë sekuestruar edhe 2 telefona mobil dhe vetura. Sipas policisë, vlera e kësaj sasie të lëndëve narkotike në treg vlerësohet rreth 80.000 euro. Me vendim të prokurorit kujdesar të prokurorisë themelore në Ferizaj, pas intervistimit, 2 të dyshuarit janë ndaluar për 48 orë. Policia ka ndaluar dhe privuar nga liria personat me inicialet SAO 35 dhe KH 32
të dy shtetas të Turqisë për shkak të dyshimit për kryerjen e veprës penale të kontrabandimit e migrantëve. Rreth orës 2:30 në autostradën Gjevgjeli-Shkup, policia ndaloi një automjet Shkoda Octavia karavan me targa të Shkupit në pronësi të një kompanie rent-a-car të drejtuar nga SAO, ku si pasagjer ndodhej KH. Gjatë kontrollit u gjetën 4 migrantë ilegal nga Egjipti të moshës 15 deri 35 vjeç, informoi Ministria e Punëve të Brendshme. Me urdhër të prokurorit publik, 2 të dyshuarit u ndaluan në stacionin policor Gjevgjelis, ndërsa migrantët u vendosën në qendrën e pranimit dhe tranzitit Vinojuk. Pas dokumentimit të plot të rastit, ndaj 2 të dyshuarve do të përgatitet parashtresë përkatëse. BDI akuzon komunën e Çajirit për, siç thon, keqndarje të fondeve për sport. Sipas partisë, nga rreth 3.5 milion denar buxhet vjetor, afro 1.9 milion janë ndarë për një klub të vetëm, ndërsa 15 klube tjera kanë përfituar shuma minimale. BDI ngre dyshime për konflikt interesi, duke theksuar se klubi përfitues lidhet me një të punësuar në këtë komunës dhe kërkon hetim institucional si dhe transparencë të plot për ndarjen e mjeteve publike. Bashkimi Demokratik për Integrim ka denoncuar, siç thonë, një skandal serioz në ndarjen e fondeve publike për sportin në komunën e Çajirit. Sipas integristëve, nga 3.5 milion denar, sa është buxheti vjetor për subvencionimin e klubeve sportive, një klub i vetëm ka përfituar rreth 1.9 milion denar, ndërsa 15 klubeve të tjera u janë ndarë shuma simbolike nga rreth 30.000 denar. Kanita Ramadani nga Bashkimi Demokratik për Integrim thekson se klubi që ka marrë pjesën më të madhe të fondeve është në pronësi të një të punësuari në komunën e Çajirit, i cili sipas tyre është personi i afërt me udhëheqësinë komunale dhe financues i partisë që udhëheq komunën. Bashkimi Demokratik për Integrim mes tjerash ka ngritur dyshime serioze për konflikt interesi dhe kapje të fondeve publike. Faktet janë këto. Në vitet e fundit, klubi në pronësi të një të punësuari në komunën e Çajirit ka përfituar rreth 1.9 milion denar, ndërsa 15 klube të tjera janë detyruar të ndajnë mes vete shuma simbolike prej rreth 30.000 denarësh për klub. Pra një klub merr pothuajse 2 milion denar, ndërsa 15 klube marrin sa përmbjetesë. Kjo nuk është mbështetje për sportin, kjo është monopolizim i paras publike. Nga BDI kërkojnë hetim nga Komisioni për Parandalimin e Korrupsionit dhe Enti Shtetëror i Revizionit dhe transparencë të plot për çdo denar të ndarë, si dhe pezullim të vendimeve të kontestuara, duke theksuar se sporti nuk duhet të shndrohet në mjet për klientelizëm politik, por të shërbejë për interes të fëmijëve dhe qytetarëve të Çajirit. Qindra qytetarë protestuan sot para qeverisë, parlamentit dhe Ministrisë së Mjedisit kundër fabrikës së Çementos Usje. Protestuesit kërkuan mbylljen e fabrikës, duke theksuar se fitimi ekonomik nuk mund të jetë mbi shëndetin e njerëzve. Ata kritikuan matjet e ndotjes dhe theksuan se qytetarët janë ekspozuar ndaj emetimeve të dëmshme për vite me radhë. Me pankartat me mesazhet fitim për ta, sëmundje për ne thitim helm, ajri nuk është luks, është e drejt, fitim për usjen, sëmundje për popullin dhe ndal usjen, u protestua sot para 3 institucioneve. Qytetarët kërkuan mbylljen e fabrikës së Çimentos, duke theksuar se fitimi ekonomik nuk duhet të jetë mbi shëndetin e njerëzve. Protesta filloi para qeverisë, pas së cilës protestuesit u drejtuan drejt parlamentit dhe vazhduan para Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Pjesëmarrësit thanë se institucionet kanë përgjegjësi ndaj qytetarëve dhe se kërkesat për mbrojtjen e shëndetit dhe mjedisit duhet të marrin një përgjigje specifike dhe urgjente institucionale. Disa nga mesazhet e dërguara përmes pankartave i u referuan edhe çështjes së matjes së ndotjes, me kritika se situata reale nuk paraqitet në mënyrë adekuate dhe se qytetarët janë ekspozuar ndaj emetimeve të dëmshme për vite me radhë. Të pranishmit po ashtu theksuan se nuk mund të pranojnë një situatë në të cilën, siç thanë ata, nuk mund të marrin frym nga fitimi, duke theksuar se e drejta për ajër të pastër është një e drejtë themelore njerëzore, jo një privilegj. Nga ana tjetër, kryeministri Hristian Mickoski deklaroi se protestat janë një e drejtë legjitime demokratike dhe se çdo qytetar ka të drejtë të shprehë publikisht pakënaqësitë e tij.
Vazhdojmë me lajmet nga rajoni dhe bota. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës i ka shpallur kështu në rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit. Anëtarët e KQZ-s i kanë miratuar listat e kandidatëve të gjitha partive, përveç asaj të listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë. Tre anëtarë kanë votuar për dy kundër nga lëvizja vetëvendosje dhe anëtarë tjerë kanë abstenuar. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Krishnik Radoniqi ka thënë se palët kanë drejt ankesën dhe rezultatit për 48 orë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Sipas dënave të KQZ-s, lëvizja vetëvendosje ka fituar 51.10% votave apo 57 ulëse në Kuvendin e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës 20.19% votave apo 22 ulëse, LDK-ja 13.24% apo 15 ulëse dhe Alanca për Ardhënimin e Kosovës 5.50% të votave apo 6 ulëse. Nga ulëset e rezervuara për minoritetin serb, 9 ulëse i ka fituar lista serbe dhe 1 ulëse Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka ofruar dorëheqjen e tij nga posti i kryetarit të Partisë Parakuvendit LDK-s. Në fjalën e tij para delegatëve, Abdigjiku ka theksuar se ky hap vjen si obligim moral pas rezultatit zgjedhor dhe si formë e ballafaqimit me pritjet, zhgënjimin dhe të ardhmen e partisë. Të dashur delegat me përgjegjësi të plot ja ofroi për shqyrtim kuvendit të LDK-s dorëheqjen time nga detyra e kryetarit për ta vendosur përballë këtij kuvendi çështjen e votbesimit, ka deklaruar Abdigjiku para delegatëve. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues për të takuar sërish me lajmet qendrore në orën 18:55. Mirëmbëjtje dhe